Një konflikt brenda familjes ka përfunduar me plagosje dhe arrestim në zonën e Labinot fushës në qarkun e Elbasanit. Një 35 vjeçar është vënë në pranga nga policia pasi dyshohet se ka goditur me thik vëllain e tij. Ngjarja u zbulua pas njoftimit se në Spitalin Rajonal Elbasan ishte paraqitur për ndihmë mjekësore një 46 vjeçar, i cili kishte pësuar dëmtime në dorë të shkaktuara nga një mjet prerës. Menjëherë pas marrjes së informacionit, shërbimet e Komisariatit Policisë Elbasan nisën veprimet hetimore për zbardhjen e rrethanave të rastit. Si rezultat i hetimeve të shpejta u arrestua në flagrancë autori i dyshuar, shtetasi BH 35 vjeç, banues në fshatin Labinot fush. Sipas policisë, ai dyshohet se ka goditur me thik vëllain e tij, shtetasin AA 46 vjeç, për motive të dobta. I dëmtuari ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e 35 vjeçarit, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan mjetin prerës të dyshuar si përdorur në krim, si dhe disa fishek armë gjahu. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për veprimet të mëtejshme ligjore.